Kuapërupsin fillimisht me atë që kishte ndodhur gjatë ditës atëherë kur ishte ndotur qeveria e Kosovës nga 2 deputete të lëvizjes së vetëvendosur. Do të shohim komentin e Hakia Abazit nga Rockefeller Brothers Fund që bëri në drejtim të ministrit Besim Beqaj. Aty do me vjell për shumë aspekte, po për kanalizimit më shumëti. Mendoj që aspektet e organizimit të takimit janë që ne kemi një farendi të komunikimit këtu dhe do ta zbatojmë këtë rend të komunikimit, për aspektet teknike do të merrem. Pra po flasim për një proces i cili në kuadër të obligimeve që ka Komisioni Ndërministror për privatizim ka qenë transparenca dhe mirëmbajtja e procesit. Aty do me vjell për shumë aspekte, po për kanalizimit më shumëti. Tani është vera të ndërruar shkues, besoj që edhe ju keni probleme me miza, me mushkonja të ngjashme dhe janë të pranishme kudo këtu në hapësira të Koavizionit ko pas kohe, edhe kur jemi live, si që kemi parë me Amirin, por akoma më shumë në sondën e lajmit të mbrëmjes me Edonën. Ata janë ankuar për mos përfaqësimin e tyre dhe kanë kërkuar që opozita e zëvendës kryesuesit t'i takojë dikujt nga Veriu. Ata janë ankuar për mos përfaqësimin e tyre dhe kanë kërkuar që opozita e zëvendës kryesuesit t'i takojë dikujt nga Veriu. U kam premtuar punëtorëve të Kekut se nuk do të përjashtohen nga puna përveç atyre që nuk janë efikas pas privatizimit, por konferenca i ka penguar subjektit politik vetëvendosje, cila ka dërguar 2 deputete femra për ta penguar mbajtjen e saj. Kryeministri Hashim Thaçi dhe Ministri i Jashtëm Enver Hoxha i kanë udhëtuar drejt Kroacisë për të marrë pjesë në samitin në të cilin do të marrin pjesë krerët shtetëror nga Hungaria, Slovenia, Kroacia, Shqipëria, Bullgaria dhe Mali i Zi. Ata janë ankuar për mos përfaqësimin e tyre dhe kanë kërkuar që opozita e zëvendës kryesuesit t'i takojë dikujt nga Veriu.